ka qenë 10 edhe më shumë fish se sa i lejuari. Më shumë se 10 fish. Si arrini në këtë përfundim? Katastrofë. Si arrini? Sepse unë kam bërë matje, kam kaq vjetë ashtu. S'ka nevojë të bësh matje ato. Ne shikojmë tani edhe me hund e kuptojnë se sa është e ulët, është mesatare apo është katastrofike. Edhe këtu në raste të tilla është katastrofë. Dhe katastrofa është mbi 10 fish. Kështu s'ka nevojë të lodhin mendjen e të harxojnë para. Ata po deshin të marrin të dhëna eksakte me përqindje, që t'i vendosin në xhaqe ose të bëjnë ato, që edhe ajo nuk bëhet fare mirë, sepse bëhet një herë në 3 muaj dhe ajo thret privatin në kohën kur i ka marrë masat të gjitha që atje s'ka ndotje fare dhe bën ndotje në ajër. Pa ai nuk bën asnjëherë matje të ndotjes në tokë, asnjëherë matje në ujë. Kush i bën ato? Si bëjnë fare? Po nuk është puna ke bërja publike edhe ne publike bëjmë. E kush na djon, e kush vepron. Është edhe kjo, ne bëjmë detyrën, se këtë kemi detyrën e çfarë të themi llafe, fjala është. Po duhet të dëgjojnë, të ketë vesh institucionet televizi, shteti që i ka këto institucione, t'i vërë në punë se i bëjnë derë shtetit, i bëjnë dhe popullit. Krijojnë sigurinë, krijojnë besimin, kështu krijojnë besimin, t'japin votat, t'japin pushtetin, bëjnë qejf atje në pushtet, po të bëjnë qejf me vend.